Situata në krahas të Krujës, ku prej 5 ditës së të dielës flakët përfshin pyje me pisha, aktualisht sipas Ministrisë së Mbrojtjes është nën kontroll. Rreth 50 efektiv të forcave të armatosura, të cilët ju bashkuan zjarfikësve dhe strukturave të emergjencave, po punojnë për izolimin e plotë të zjarrit. Prej orëve të para të mëngjesit, në këtë zonë, helikopterët e forcave të armatosura hodhën ujë për të shuar flakët. Ndërkohë, më qetë duket dhe Abazaj, pas zjarrit apokaliptik që pushtoi malin të shtunën në darkë, i cili u shua pas një nate heroike angazhime, ndonse 3 vatra janë ende aktive. Zjarri ndodhet larg banesave, ndërsa forcat e ushtrisë po punojnë për lokalizimin e tij. Në ndihmë të tyre, pritet të nisë dhe ndërhyrja nga ajri. Në Mallakastër, forcat zjarfikse të ushtrisë dhe mjetet ajrore janë përqendruar në fshatin Drenje. Situata në pyjet e Drenjes dhe Vloshit është problematike pasi era e fortë reaktivizoi vatrat e zjarrit, që nisi javën e kaluar në Riban dhe u përhap më pas në drejtim të pyjeve të kësaj zone. Deri tani nga zjarri në Drenje nuk rrezikohen banesa. Edhe situata në Kojlaç, Greshic, Hekal është vendosur në kontroll dhe nuk ka rrezik për zonat e banuara. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 27 vatra zjarri, nga të cilat 5 mbeten aktive dhe 2 janë në monitorim. Në Vilës, bashkia Kurbin, zjarri vijon aktiv. Ndërhyrja e 2 helikopterëve të forcave të armatosura gjatë ditës së dieshme frenoi avancimin e flakëve dhe shmangu rrezikun për kishën, varrezat dhe banesat. Në Cikalesh, bashkia Kavaj vijon puna për eliminimin e vatrave të mbetura, por situata nuk paraqitet problematike dhe nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Dajt dhe Priskë e Madhe, situata po mbahet në monitorim dhe nuk raportohet rrezik për banesat.